Hoq, me që i shpjegove kaq bukur kronologjikisht edhe 5 vaktet e faljes, sa është e vërtet që nëse nuk arrin për shkak të angazhimeve, çka do qofshin ato me të ikë në vakt 2 ose 3, mundesh me i fal? Kaza, zamense. Po, kjo është e vërtet, për shkak të angazhimeve tona, për shkak të arsyeve tona, kjo i ka ndodhur edhe vetë profetit tonë të dashur Muhamedit a.s. në njërën prej betejave, luftave që ishte lodhur dhe kishte lënë një kujdestar që t'i zgjante në namazin e sabahut mëngjes. Mirë po, edhe ai nga lodhja e kishte kapluar gjumi dhe kështu që kanë mbet pa namazin e sabahut. Në momentin që zgju pejgamberi a.s. i ka urdhëruar shokët e tij, ata të cilët kanë qenë të përgatitur për betejë, që ta falin namazin e sabahut, do të ta kompenzojnë. Namazi do të me qenë të vetëdijshëm, se në namaz janë të gjitha përmendjet. Në namaz njeriu e merr shpërblimin e agjerimit. Pse? Sepse nuk lejohet me ngrënë dhe me pi. Në namaz njeriu e merr shpërblimin e punës, sepse ndalohet nga puna. Domethënë, në namaz njeriu e merr shpërblimin e çabës, e haxhallokut. Pse? Se kthehet në drejtim të çabës. Në namaz njeriu është më afër Zotit se kur. Musa a.s. një pejgamber i Zotit, përderisa po bashkëbisedonte me Zotin fuqiplot, se ka qenë mrekulli prej mrekullive të tij që të bashkëbisedon me Zotin, i kishte thënë Zotit një herë, Zot, ai ke dhënë dikujt ndonjë mirësi më të madhe se sa mua, që bashkëbisedoj me ty. Tha Zoti, po, i kam dhënë umetit të Muhamedit a.s. në 2 raste. Kur ata janë në namaz, janë në sejdë, kur bollën tonë të pastër, fytyrën tonë të pastër e ulëm për ato i cili është i pastër, pa të meta për krijuesin tonë të dashur, Zotin fuqiplot, ata janë duke bashkëbiseduar me mua në lidhje të drejtë për drejtë, pas një perde, ndërsa bashkëbisedimi mes meje dhe teje Musa ka qenë mbi 100.000 perde. Ndërsa ata janë në lidhje të drejtë për drejtë. Edhe momenti i dytë është tani që jemi në Ramazan, në muajin e bekuar të Ramazanit, afër iftarit, kur jemi në sofrën e iftarit, pak minuta para se ta çelëm agjerimin, iftarin, atëherë jemi në lidhje të drejtë për drejtë me Zotin fuqiplot.